E eliminuara e javës që shkoi ishte Amber Kendi, një personazh mjaft i dashur për publikun, por me sa duket, loja e saj kaq ishte. Së fundmi ka bërë një deklaratë të bujshme në lidhje me Laertin, duke thënë se ai ka pasur eksperienca me një shoqen e saj transgjinore. Kjo deklaratë vjen pas debatit të ndezur, ku u diskutuar përputhjet mes Laertit, Aldës dhe The Gjestit. Rrëfimi i Amber ka shkaktuar reagime të forta në rrjet, duke nxitur edhe më shumë diskutime rreth jetës private të Laertit, ndërsa disa akuzojnë Amber se kërkon të jetë në qendër të vëmendjes dhe se Laerti nuk ka mundësi të përgjigjet. Mbetet për të parë se si do të ndikojë kjo deklaratë në dinamikën e lojës dhe cili do të jetë reagimi i Laertit pasi ta shohë jashtë shtëpisë ose nëse produksioni do të vendosë ta nxjerrë në prime time. Kjo është goca që ka qenë Laerti lidhur një vit e gjysmë në Greqi. Është transgjinore e famshme në Greqi dhe pavarësisht që e ka thënë që ishte mision, historia është e vërtetë, shkroi Amber për krah Photos.